Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka reaguar sot mbi mbajtjen prej 5 vitesh tashmë në paraburgim të ish-krerëve të UÇK-s në Hag, si Recep Selimi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli apo Jakub Krasniqi, sipas Kurtit, po përballen me pritje 5 vjeçare pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit, rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët. Reagimi i plotë i Albin Kurtit. Menjëherë pasi që kishte vënë lulet freskëta te varri Astrid Daharit më 5 nëntor 2020, Recep Selimin e dërguar në burgun e Hagës ku ende po e mbajnë. Përveç tij edhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi po ndodhen në paraburgim tash e 5 vjet. 5 vite pritje, 5 vite pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit, rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët. Por prokuroria e ka përfunduar rastin e saj, dëshmitar më nuk ka as arsye ligjore as morale që të mbahen edhe më tej në paraburgim. Kështu ka menduar që nga dita e parë kemi punuar gjabë dhe me përkushtim për këtë çështje në heshtje, sepse shpesh puna e mirë bëhet pa zhurmë, por ndonjëherë puna që nuk shihet nuk dihet. Si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, si deputet prej vitit 2014, bashkë me Rexhën, patëm paraqitur të gjitha argumentet dhe qëndrimet për këtë gjykatë që është sot duke gjykuar. Si kryeministër, zyra ime dhe unë kemi kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi. Në vijim po bashkëngjis letrën që i është dërguar drejt për drejt zonjës Trandafilova në lidhje me këtë çështje në shtator të vitit 2022. E bëj publike sot për një arsye të vetme, sepse besoj se është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trandafilova, pas 2 javësh që mori letrën nga unë, nuk ndryshoi gjë. Kërkesat e paraqitura nuk morën zgjidhje. Kërkesat tona qëndrojnë akoma, në Kosovë ekzistojnë të gjitha garancitë për përgjigje pozitive ndaj tyre, shkruan Kurti.